zonjë dhe zotërinj. Doktori Gjeparthi përmendi fyellin e Faikut, ndjes pas. Edhe ai fyelli i Faikut më kujton një mesele. Si Faiku, ashtu edhe unë kam patur një dobësi për muzikën, edhe kur vajta në Shqipëri, duke ditur ato hallet e mbëdha që kishim të përballnim, mora edhe një fyell pas. Që këtu atje të harronj hallet. Ditën e parë kur gjeta kohët t'i bie pakës fyellit, ky bashkëfjalim ngjall në kafenen e parë të Tiranës. Si vjen punë të Shqipërisë. Keqe mos më keq, thotë ai gjatë. Cili është shkaku vallë? Shkaku ti e di tha. Kur kryeministri i bie fyellit, edhe Shqipëria digjet, bëre sap. Edhe s'ishte vetëm halli me kryeministrin që i binte fyellit, ishte edhe halli i ministrit të luftës, i cili kishte shumë dashuri të madhe për vallet e evgjitkave. Gjithë një thëriste shokët, edhe ipte drekra, edhe thëriste evgjitkat e Tiranës të losnin vallat. U ndodhe edhe unë një herë në një nga ato ziafete. Edhe t'ju thonë të vërtetën, u çudita me ato vallet e bukura të evgjitkave të Shqipërisë. Shoku ynë, një Kreshpani, na këndoi një këngë të nënës, edhe ajo më kujtoi një mesele të nënës sime ndjes pas. Lëvdata e saj ishte kjo: djali im ka vetullat më të trasha në fshat. Nëna ndjes pas nuk çante kokën fare se shkisha prapa vetullave.